Komunizmi si produkt i materializmit, si filozofi, kishte për qëllim ta sulmonte doktrinën fetare në kuptimin se ndjekësit e doktrinave fetare janë ndjekës të verbër. Shumë mirë po e bëni diferencën që në vërtet kështu nuk e kishte fjalën për ato situatat e vështira kur njeriu ka nevojë të mbështetet diku për të ngushëlluar, mirë po në kuptimin e një ndjekjeje kështu të verbër të përgjithshme si masë, si kolektiv. Edhe Alia Izetbegoviçi te Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit na dëshmon se ndër tjera Islami është fe shumë racionale. Pra, duhet ta bëjmë këtë farë lloj diference, nuk duhet me qenë ndoshta besimtari ndjekësi verbër i doktrinës, qoftë ajo dhe fetare. Është pa diskutim, faktikisht njëna prej çështjeve që fen ton specifikisht e bën fe koherente me jetën faktikisht, është edhe ajo pjesa racionale që e përmban feja. Edhe mos të harrojmë një çështje të rëndësishme, është e vërtetë që ne si besimtar deri te zona ku mendja jon ka akses edhe mund të përfshihet, sidomos në çështjet e lëndore, në çështjet fizike, materjes, domethënë feja jon e nxit mendjen. 16 herë në Koran thuhet o ju të zotët e mendjes. Domethënë Kurani vjen me një terminologji jashtëzakonisht interesante. Domethënë i zoti i mendjes, sikur themi na i zoti i shtëpisë, domethënë e kthen, si më thon, së bërthame njeriu te mendja e tij. Domethënë njeriu është zotni i mendjes, faktikisht është i varur totalisht prej mendjes. Tani, deri te pjesa e materjes, që është materje, na jena të stimuluar me mendu pa asnjë problem, edhe me qenë maksimalisht racional. Normal, ekziston pastaj çështja e gajbit, siç e themi ne, ose e fshehta. Bota përtej materjes, metafizika. Mirë po, me një vritje të vogël, që njerëz kanë herë ngatrojnë. Ekziston një dallim i madh mes besimit në botën e fshehtë dhe besimit në bestytni. Bestytnit janë në nivelin e racionales. Me besu në bestytni i bjen që ti duhet me lanë, si më thonë, anash mendjen. Edhe si më thonë është vedi e olt nëse besohet në bestytni. Ndërkaq, e fshehta që vjen prej Zotit, ajo është mbi nivelin e mendjes, domethënë mendja s'mund me akceptu. Prandaj edhe dorën zemër është një farë rreziku i ngatrimit mes bestytnisë dhe të fshehtës, që është një vi i zhdosh me kon shumë i qartë, por ka një herë edhe ngatrohet. Për ne e fshehtë që ne i besojmë kuptimin dogmatik, është çdo e fshehtë për cilën na informon Zoti, po jo dikush tjetër.